shkatohet Holokausti. Unë po e nis fillimisht me Shqipërinë dhe me Vlorën. Sa hebrej, nëse kemi statistika, kanë jetuar në Vlorë dhe në Shqipëri? Po, Shqipëria dhe shqiptarët kanë treguar besën e tyre, kanë treguar integritetin dhe qytetërimin evropian, duke strehuar, duke mbrojtur dhe duke mos deklaruar emrat e këtyre personave të cilët kanë ardhur në territorin shqiptare, kanë jetuar në Shqipëri deri në fund të viteve 90. Ardhja e hebrejve është një element i rëndësishëm në zhvillimet civile, në zhvillimet e kulturës së vendit tonë, të qytetit të Vlorës, dhe ata kanë bashkëtuar me shqiptarët, janë integruar në gjuhën shqipe, integruar në mënyrën e traditave tona të veshjes, të ushqimit e të tjera, dhe numri i tyre ka ardhur në rritje. Ata kanë qenë më shumë se sa kanë ardhur nga lufta e dytë botërore, mbasi u larguan në vitet 90. Kjo dëshmon që Shqipëria dhe shqiptarët, Vlora dhe vlonjatët i kanë mirëpritur, i kanë strehuar, i kanë ruajtur, nuk i kanë deklaruar këtë komunitet të vendosur në qytetin e Vlorës. Kemi një numër sa ka qenë numri i hebrejve të cilët më pas u larguan në vitet 90? Ne kemi disa statistika që bëjnë fjalë që në vitet 1400-1500, ku numri i familjeve të tyre deklarohet me oxhak. Dhe kanë qenë rreth 65 oxhak të hebrejve që kanë jetuar në Vlorë mbas viteve 1500. Këto janë disa botime të nxjerra nga arkivat e Stambollit që e dëshmojnë të komunitet që ka jetuar në Vlorë dhe në qytete të tjera të Shqipërisë, jo vetëm në Vlorë, por që ka patur një lidhje integrale me popullsinë vendase. Gjatë luftës së dytë botërore, hebrejt janë strehuar në Shqipëri, kanë gjetur mbështetje nga qeveria shqiptare e kohës, janë mbështetur nga popullsia vendase dhe ne kemi statistika ku janë arrestuar në 43, fund viteve 43-44, shqiptarë dhe shqiptare të internuar në kampet e përqendrimit në Auschwitz, në Dachau, në Mauthausen e të tjera kampe përqendrimi, ku çuditërisht në to nuk bënte pjesë asnjë pjesëtar i këtyre familjeve të hebrejve. Së shumë vendet e Evropës dhe të botës i deklaruan me lista të gjithë komunitetin hebrej dhe u arrestuan dhe u çuan në kampet e përqendrimit nga gjermanët dhe ku humbën jetën mbi 6 milion. Në Auschwitz mendohet të kenë humbur jetën mbi 1.1 milion njerëz, ku pjesa më të madhe e zinte komuniteti hebrej. Por kampet e përqendrimit nuk kanë qenë vetëm për komunitetin hebrej. Edhe shqiptarët e kanë mësuar të njëjtin fat, edhe vlonjatët, dhe tregtarët e Vlorës, artizanët, njerëzit që merreshin me veprimtari të ndryshme, blektorale, punishte ose familje të mëdha të Vlorës janë internuar, ndërto kemi edhe 4 gra në kampet e përqendrimit të Mauthausen dhe të Auschwitzit. Në Vlorë ne kemi patur një komitet që ka jetuar në Rrugicën që jemi këtu pranë, ndërsa shumë pranë tashmë duke ndërtuar edhe muzeu hebrej, duke treguar ndoshta edhe lidhjen e ngushtë që ka patur popullsia vlonjate me këtë popullsi. Neve kemi dëshmuar këtë lidhje dhe vazhdojmë ta dëshmojmë sepse mjaft djemë dhe vajza vlonjate janë martuar me djemë dhe vajza të këtij komuniteti të hebrejve. Por kjo lidhje ka qenë një lidhje hershme historike. Fatet ka bashkuar në rrugën e historisë, mënyra e jetesës, besa dhe qëndresa ndaj shfarosjes na kanë bashkuar në këtë udhtim të gjatë të historisë së kohës. Por në kampet e përqendrimit nuk kishte vetëm komunitet të shqiptarëve apo hebrejt në shtete të tjera, por kishte edhe grupe të tjera etnike siç ishin romat, njerëzit me probleme shëndetësore, apo të gjitha ata njerëz që kundërshtonin nga pamje politike mënyrën e drejtimit të Gjermanisë naziste apo të Italisë fashiste. Kampet e përqendrimit mbas ardhjes së ushtrisë së kuqe të ish-bashkimit sovjetik u çliruan, ata gjetën mjaft njerëz të gjymtuar, mjaft njerëz të rënuar nga mungesa e ushqimit, po edhe mjaft ambiente, dhoma gazi, krematoriume, të cilat ata shpëtuan një pjesë të atyre njerëzve që mundën dhe kishin mundur të jetonin. Lidhja midis shqiptarëve, vlonjatëve dhe popullsisë hebreje vijon edhe sot e kësaj dite. Po, ne vazhdimisht në muze kemi pritur dhe kemi përcjell përfaqësues të komunitetit hebrejve që kanë jetuar në Shqipëri, siç është Ana Cohen, Rachel Solomoni, apo përfaqësues të tjerë të këtij komuniteti që kanë jetuar në Vlorë dhe në Shqipëri dhe vinë her pas here, vizitojnë Vlorën, vizitojnë Shqipërinë, vizitojnë muzeun etnografik ku kemi edhe objekte të dhuruara nga ky komunitet para se ata të largoheshin nga Shqipëria në fund të viteve 90. Kjo është një dëshmi e gjallë e lidhjes së vazhdueshme të shqiptarëve edhe nëpërmjet shoqatave, edhe nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme, sepse pjesa më e madhe e tyre janë shkolluar në universitetet shqiptare, e njohin shumë mirë gjuhën shqipe. Kemi disa botime të Ana Cohen, një përfaqësuese e këtij komuniteti që jeton në New York sot në Shtetet Bashkuara të Amerikës, botime për kohën që ajo ka jetuar në Vlorë dhe në Shqipëri, shkollimin që ka bërë ajo në fushën e mjekësisë në Universitetin Shqiptar dhe i ruan ato elemente të rëndësishme, ruan ato lidhje shoqërore, miqësore edhe me familjet e Vlorës edhe me Shqipërinë.